po përmirësohet vijimësisht, do të jetë ende më mirë në vitet vijim. Shumica e shqiptarëve e dinë shumë mirë që e gjitha kjo ka ardhur nga mbështetja për Partinë Socialiste dhe të gjitha ato që presim dhe që duam do të vinë duke u mbështetur tek njëri tjetri me Partinë Socialiste. Këtu janë disa dhëna shumë të përmbledhura të ekonomisë, edhe duhet ta filloj nga prodhimi. Prodhimi, sa prodhon një vend, është një vlerë e matshme. Gjithçka një vend prodhon hyn në prodhimin e përgjithshëm kombëtar, prodhimi i brendshëm bruto që quhet. Dhe me këtë prodhim matet edhe pesha e një vendi, matet edhe kapaciteti i tij ekonomik dhe financiar. Prodhimi kur ne morëm detyrën ishte 19 miliardë euro, i gjithçka që prodhon Shqipëria. Sot është mbi 25 miliardë euro. Dhe në Shqipërinë 2030 do të shkojë 35 miliardë euro. Pra jemi 2 herë gjysmë më lart se ç'ishim dhe për këtë na është dashur vetëm një dekadë. Vazhdojmë. Këtu jemi tek një dhënë që tregon se si jemi rritur ne në raport me gjithë fqinjët tanë. Pra si është rrit prodhimi i brendshëm i Shqipërisë dhe si është rrit prodhimi i brendshëm në vendet fqinje këtu në Ballkan. Shikoni sa i ka rrit Shqipëria prodhimin e brendshëm në këto mandate të qeverisjes sonë dhe kjo është mesatarja e vendeve të tjera të Ballkanit. Vazhdojmë. Këtu jemi tek të ardhurat për frym. E kemi gjetur vendin me 3.300 euro për frym në vit, sot jemi në 10.324 euro dhe do të shkojmë në 15.000 euro në Shqipërinë 2030. Vazhdojmë. Këtu jemi tek borxhi. Kemi gjetë një situatë shumë të rëndë, me shumë borxhe dhe një situatë të rrezikshme. Nuk ndodhi hataja dhe prandaj edhe askush nuk e mban kokën mbrapa, por unë po ju them që kur shqiptarët u bën bashk për të na dhënë besimin dhe për t'i nxjerrë jashtë bufin me kënetën nga zyrat e shtetit në 2013, e kanë kapur Shqipërinë në momentin e fundit në buzë të humnerës dhe e kanë tërhequr duke e shpëtuar nga një tjetër kolaps si ai i piramidave. Borxhi ka qenë 70% zyrtarisht, por shumë më i lartë në fakt me gjithë borxhin e fshehur që ne e gjetëm dhe e adresuam dhe sot ne kemi ulë në 54% që është brenda normës dhe që do të thotë se financat tona, do të thotë se ekonomia jonë janë mbi themelet sigurta. Dhe nga ana tjetër shikoni se çfarë ka ndodhur me kreditë e këqija. Në kohën e atij borxhi kur ne morëm detyrën, çereku i kredive nëpër banka ishin të këqija, që do thotë që bankat kishin dhënë kredi, klientët nuk i pagunin dot. Dhe kur shkon çereku, atëherë bankat fillojnë dhe lëkunden. Dhe aty është momenti kur mund të kalohet në kolaps. Se çfarë ndodhte? Këneta jepte tendera, Medemek lidhte kontrata për të bërë rrugët. Këtu afër në anën tjetër ju keni një rrugë që quhet Qukës Qaflloç për shembull. Më në fund për pak ditë, për pak javë, në fund verës, edhe ajo do të hapet dhe do të përfundojë. Po sa vite u deshën? Sa vite u deshën sepse ishte një katastrofë, me një projekt skandalos dhe kështu me shumë projekte të rrugëve. Po ajo që ishte më e rënda ishte që kompanive nuk i jepeshin legët. I thoi shkoni për banka, merrni kredi, ne do t'ja u japim. Dhe në fund, kompanitë ndalun, rrugët me të rrugëve, shteti s'kishte lekë të pagunte kompanitë. Kjo ka qenë situata. Dhe shikoni sot ku janë kreditë e këqija, në 4% që është norma normale e çdo vendi. Vazhdojmë. Këtu jemi tek